Pa dobro, ke ima sredba, nekogaš. Kështu përgjigj kryeministri Hristian Mickoski kur u pyet për datën e takimit tet-a-tet me kreun e BDI-s Ali Ahmeti. Takimi mes Mickoskit dhe Ahmetit e paralajmëruar që të dy pas takimit të liderëve që u mbajt më 14 janar. Përgjigjja e Mickoskit për afatin e takimit me Ahmetin vjen pasi Ahmeti në takimin e liderëve tha se do të mbështesnin ligjin për kundërvajtje, pasi Mickoski i kishte premtuar disa ndryshime. Ligji për kundërvajtje miratua në kuvent pa votat e BDI-s dhe pa ndryshimet e premtuara. Për ligjin votuan 81 deputet të VMRO-s, Znamit, Vlenit, Levicës dhe 2 deputet që dolën nga Fronti Evropian. Po ashtu, pas takimit të liderëve, Mickoski dhe Ahmeti thanë se kanë biseduar edhe për zgjedhjen e avokatit të popullit. Megjithatë, edhe avokati i popullit kaloi në kuvent pa votat e BDI-s dhe pa ndryshime që ishin marrë vesh në takimin e liderëve. Nga BDI kanë thënë se e presin ftesën e Mickoskit për takim.